U zhvillua sot provimi I dytë I maturës shtetërore, ai në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Në bashkinë e Shkodrës, mbi 1430 maturantë u nënshtruan testimit në 6 qendra provimi. Sipas drejtores së Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër, Brisela Kadia, edhe ky provim, ashtu si ai një javë më parë në gjuhën e huaj, është zhvilluar në kushte normale dhe pa problematika. Nuk kemi deri tani ndonjë problematik në lidhje me menaxhimin e procesit. Besoj se tashmë është një praktikë dhe një proces që është I mirë konsoliduar dhe gjithë aktorët e përfshirë I njohin mirë të drejtat dhe detyrimet e veta në menaxhimin e secilit nga provimet që do të jenë të angazhuar. Në lidhje me shkallën e vështirësisë së tezave, Kadia thotë se ato janë të hartuara në përputhje me programin mësimor të ndjekur gjatë gjithë vitit shkollor. Provimi I gjuhës së huaj për hir të së vërtetës edhe nga feedbacku që kemi marrë nga vetë maturantët ka qenë në një niveli të mundshëm për të jo të vështirë. Por mund të themi që tashmë shkalla vështirësisë vjen e rritet dhe sigurisht kjo shkon edhe në përputhshmëri edhe me pretendimet që secili nga maturantët ka për të kap ato degët e gjimnazit që synon nga njëra anë, por nga ana tjetër edhe për të ruajtur atë notë vjetore dhe mesatare që ka patur në 3 vitet e gjimnazit. Provimi I radhës I maturës shtetërore është ai I matematikës që zhvillohet javën e ardhshme.